La do të na përcjell më tepër detaje. Faleminderit shumë që ke pranuar t'i bashkohesh kësaj bisede. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në opinionin tënd, sigurisht do duam të dim më tepër rreth këtij samiti që sigurisht theksohet edhe roli i diasporës në demokraci. Çfarë ndryshimesh konkrete priten nga ky samit? Padyshim ky vjen si samiti i katërt i diasporës në data 13, 14 dhe 15 prill, duke filluar që sot pra me ceremoninë e hapjes. Vim pas një periudhe të gjatë të diskutimeve të ndryshme me diasporën tonë, të zhvillimeve të ndryshme, dhe ku kemi mësuar shumë, ku kemi patur shumë sfida dhe mendoj se në këtë edicion kemi pritshmëri shumë të lartë për sa i përket mekanizmave më konkret të marrëdhënies tonë me diasporën. Dhe besoj pritshmëria është edhe një rritje e dukshme e profilit ndërkombëtar të Shqipërisë përmes rrjetit të saj njerëzor global. Pra vim pas 4 edicionesh ku i pari ka themeluar dialogun ton të parë me diasporën, i dyti në 2019 bëri bashkë institucionet apo ngriti le të themi dhe institucionalisht marrëdhënien tonë me diasporën. Në samitin e tretë kemi patur diskutime tematike, sektoriale, nga arsimi të agroturizmi, të inovacioni, vota e diasporës dhe këtë edicion ne vim pas votës së diasporës të bërë realitet, pra zgjedhjet e kaluara. Dhe mendoj me shumë bagazh, me shumë piketa e gjëra që ne kemi mësuar gjatë kësaj kohe, po sigurisht që ky samit do të jetë dhe një shtysë shumë e mirë për të vijuar më tej në marrëdhënien tonë me